Selam aleikum, të dashur të nderuar shikues e dëgjues të rrugëve pendimit dhe mirë se takome edhe sonte e diel 19 tetor 2025 me rrugtimin tonë të zakonshëm tashmë javor në kuadër të emisionit Drita e së Vërtetës. Nga të dritat të cilat në ndjekin nga torësia në faqen e ndjekin gjatë jetës, kemi dritën e së vërtetës në të cilën hoxhallar të ndryshëm, me theks Hoxha Fadil, nga kjo studje bën ftesë dhe thirr në dritën e vetme. Gjatë kohës njerëzit janë munduar të qeverisin me kushtetuta të ndryshme, gjithmonë kanë dështuar sa herë kanë dalë për asaj kushtetutës së vërtetë dhe të vetme njerëzore, pra Kuranit fesnik. E përkish për këtë temë të jetojmë pra me Kuran, dhe sipas Kuranit Hoxha Fadil do të na flet sonte. Hoxha, selam aleikum dhe mirë se erdhe. Aleikum salam wa rahmatullah, mirë që gjeta. Ka provu njerëzimi lloj-lloj kushtetutësh, lloj-lloj nenesh ligjësh, po gjithmonë ka pas kaos. Dhe sa kemi ikë për kësaj të vërtetë vetëm për Kuranit fesnik, për kushtetutës hyjnore, jemi ballafaqur me shkosh një zezë e mundshme. Si është jetojmë jetën tonë në Kuran, hoxha? Falesh për juve. Po, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa usalli wa usallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fillimisht falendroj juve, stafin tuaj dhe të gjitha ata vëllezër dhe motra, kudo që janë dhe nga do që po na ndjekin, njëherët shfrytëzoj nga rasti që përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Njeriu në jetën e kësaj bote normal që ka nevojë për një udhëzues apo ka nevojë për një program jetësor i cili është i formuluar prej dikujt që është më i kompletuar apo që është më i dijshëm se sa krijesa njeri. Dhe ajo është Allahu te bareke ve taala, i cili ka dije absolute, din çdo gjë që i duhet njeriu dhe krijesave tjera dhe vepron ashtu siç ai dëshiron dhe vepron çdo herë ato që është më e mira për krijesat e tij. Dhe padyshim se një prej begative, prej mirësive, dhuntive që ka dhënë njerëzimit është edhe libri i tij, Kurani, i cili përmbledh të gjitha normat, i cili përmbledh të gjitha rregullat, i cili përmbledh të gjitha kërkesat dhe përgjigjet që i duhet çdo njerit prej neve në jetën e kësaj bote. Padyshim Allahu te bareke ve taala ka zgjedh Kur'anin që të udhëzon me të njerëzit. Dhe për ata që janë të devotshëm, ata që janë të sinqert në raport me Zotin e tyre, ky libër është bërë shkak për kthesat individuale të njerëz, apo familjare, apo shoqërore, apo njerëzore. Dhe popujt e tërë janë udhëzuar me këtë Kur'an, kur ata kanë qenë sinqert me fjalën e Allahut. Për ata dhe Allahu Teala thotë: "Dhalikal kitabu la rayba fi", ky është libri që nuk ka fije dyshimin te, huden lil muttaqin, është udhëzues për ata njerëz që janë të devotshëm. Sepse çdo njeri që është i sinqert, çdo njeri që është i devotshëm dhe e merr Kur'anin e lexon dhe mundohet ta implementon, ta zbaton ato në përditshmëri, Allahu jep një udhëzim të papar apo një udhëzim të paimagjinuar. Sa prej njerëzve kanë qenë të devijuar, kanë lajthite, kanë lëshuar rrugën e Zotit dhe janë zhyt në harame, në gjunahe të mëdha, dhe ato kanë qenë përditshmëri e tyne. Mirë, po në moment caktuar janë bërë sinqert me Zotin, e kanë lutur Zotin: "O Zot, bëna një zgjidhje, na kem ndërmend me u kthy tek ti." Ka prej atyre që kanë qenë ndoshta edhe vrasës, kanë qenë konsumues të pijeve alkoolike, konsumues të pijeve narkotike, kanë trafikuar qenjet e gjalla, qenjet njerëzore, kanë vjedh, kanë bë prostitucion, kanë marrë parë me fajde, kanë dhënë parë me fajde, me kamat, kësi gjëra shumë të tjera. Edhe në moment caktuar e kanë hap Kur'anin dhe ja kanë dhënë fjalën, ja kanë dhënë besën Zotit, edhe Zoti din tash a jep ti fjalën
veç sa për me largohen, aja fjallën me sinceritet, aji i sinqert në ato që thua, dhe kur Allah shef se ti i sinqert dhe për kërkon të vërtetën, Allah ta mundësën me pa ata. Sepse në nga njëherë preokupohemi, apo nga njëherë mundohemi me tërë qenën që ta udhëzojmë dikon rrugën e Zotit. Dikush edhe merr shumë nga zemrës, edhe ndoshta edhe shqetësohet, ndoshta nervozohet, mërzitet, ndoshta edhe demoralizohet, ku non-stop e thret dikon rrugën e Zotit e ai nuk e dëgjon. A harron ai se udhëzimi nuk është në dorën e njeriut, udhëzimi është në dorën e Allahut te bareke ve taala. Dhe kur Allahu dëshiron ta udhëzon ndonjërin prej besimtarëve musliman, çka ja jep atina mundësinë me njoft Kur'anin, me lexu Kur'anin, me kuptu Kur'anin dhe me punue sipas Kur'anit. Nuk njeh historia e njerëzimit tash 1000 sa vite që ka Kur'ani, 1000 gati 500 vite, nuk njeh historia që një person, qoftë vetëm një selemon, një familje apo një shoqëni e tërë, të ketë devijuar apo të ketë falimentuar për shkak që janë marrë me Kur'anin. Këtë ata që kanë dështu një jetë, kush do të qofshin ata, dhe ku do të qofshin ata, çfarë do vendi që jetojnë, njihen për dështim për shkak se ja kanë kthye shpinën kujt librit të Allahut te bareke ve taala. Kështu që Allah nuk kalon pa udhëzues asnjë popull, asnjë vend. Për ata pejgamberët, ata në farformë janë sikur vëllezërt, që çka e plotësojnë edhe çka i ndihmojnë njëri tjetrit. Edhe ata i kanë shty proceset përpara. Mirë po ka ndryshuar pejgamberët për pejgamberë. Për shembull, pejgamberët që kanë qenë për Muhamedit alayhi salatu wasalam kanë qenë për popullin, për vendin, për kohën kur kanë jetuar, ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë edhe është për këtë kohët, edhe është deri në ditën e gjykimit. Po ashtu legjislatura apo shariati i një pejgamberi ka dalluar prej një pejgamberi tjetër. Ndërsa ky shariat që është prej kohës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është valid, domethënë është i lehtëshëm deri tash, e do të jetë kështu, çka i lehtëshëm deri kur do të bëhet përfundimi i jetës së kësaj bote, deri kur bëhet kiameti. Andaj është e udhës që në këto kohë, që jemi ne duke jetuar, kohë të krizave të ndryshme, kur e mira po përgënjeshtrohet, ndërsa gënjeshtra, rrena, mashtrimi, po promovohet, kur vlerat po bien, ndërsa antivlerat po promovohen, dhe kur të mirët po anashkalohen, po injorohen, të keqinjet po promovohen, dhe kur haramet, gjunahat po manifestohen, po bëhen publikisht, edhe promovohen publikisht, edhe po manifestohen edhe për institucioneve qofshin ato publike apo private, e kështu me radhë e shohim të domosdoshme t'i kthehemi Kur'anit, edhe është vetmja dritë prej ku mund të marrim dritë për ta larguar errësirën, për të larguar të këqijat, dhe aty e kemi shpresën e vetme që të përfitojmë edhe të rregullojmë jetën e kësaj bote. Për ndryshe, pa Kur'an nuk besoj që do të ketë ndonjë njeri që do të rregullon jetën e tij. As me krijesat e as me krijuesin. Dhe Kur'ani është ky libër që në pamjen e parë duket libër i vogël, sepse shumë kush mendon që Kur'ani është me mira apo 10 mira flet, jo. Është një libër i arsyeshëm, i logjikshëm, libër i lexueshëm, libër që me leximin e tij na qetësohen zemrat, libër që me leximin e tij na shërohen shpirtrat e njerëzve, libër që me leximin e tij largohen të këqijat dhe keqbërësit, me leximin e tij adhurohet Allahu te bareke ve taala, me leximin e tij përfitojmë prej shpërblimeve të shumta, me leximin e tij përfitojmë udhëzimin e Allahut te bareke ve taala, që mbledh kodet, qofshin kodi etik moral apo qofshin edhe kodet e tjera, të gjitha i përmbledh aty në Kur'an, dhe nuk ka diçka që i duhet krijesës njeri në jetën e kësaj bote,
që nuk e ka zgjidhjen aty, apo nuk ka ndonjë njeri në këtë botë që ka çfarëdo kërkesa, apo çfarëdo shqetësimi, apo çfarëdo halle, apo çfarëdo brenga, apo do mërzi që nuk e gjen përgjigjen në Kur'an. Dhe besimtarët e sinqert, besimtarët e devotshëm gjithmonë e kanë ruajtur dhe janë munduar me promovu cilësinë, që do të thotë ato që e dim prej Kur'anit, apo ato që lexojmë Kur'an, kërkohet prej neve shka ato ta promovojmë, ato ta kuptojmë mirë se duhet me zbatu në jetë. Sepse sot ka njerëz që shikojnë sasinë, thotë i kam mësuar 50 fletë apo 100 fletë Kur'anit. Mirë, po për aty në nështë 5 fletë nuk i kanë përditshmëri. Ma mirë o vëlla muslim, sot e 100 fletë, mësoj 10 fletë, po çato 10 fletë shka zbatoj në jetën e përditshme. Për ata sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kanë thonë që ne nuk kemi mësue ma shumë se 5 ajete edhe që të mos i qesim ato në praktik e pastaj me kalum 500 tjetër. Nuk kemi mësu ma shumë. Po, do më thonë, ka qenë cilësia edhe ka pas cilësi tek ato gjeneratat e veçanta, gjeneratat e përzgjedhura. Andaj edhe prej nesh sot nuk është patjetër ti me ditë këtë Kur'anin përmesh. Ato që e din, është mirë, e udhës është me ndal, me meditu mirë, me kuptu mirë, edhe mi marrë shpjegimet për njerëzve kompetent, edhe ato mesazhe 1 apo 2 apo 3, çfarë do të qofshin, çka me qinë praktikë. Po vjen të ajetet që flasin për njerëzit, sillet e njerëzit. Për shef aty që Zoti po të thirrë të shkurt edhe qartë, wa qulu lin-nasi husna. Dhe njerëzve flisni fjalë të mira. Pra me njerëzit flisni fjalë të mira. S'ka ti nevojë me kalu një citat tjetër, një ajet tjetër. Fillon me këta puna. Fillon me këta puna. Çka? Fillon me i fol njerëzve fjalë të mira. Përshëndetje ata qysh ata kanë dëshirë. Dikush dëshiron selam aleikum, i thot selam aleikum. Dikush dëshiron mirëmëngjesi. Dikush dëshiron tu ngjat jeta, nuk ka kurrë problemi. Përshëndetje njerëzit. Domethënë është gjithë përfshirës. Po, domethënë ti më rëndësi është me komuniku, me hap derën e komunikimit. Nuk është patjetër me obliguar ti vetë vetëm me selam, po dikush nuk pedon bravo selam, nuk pedon atë do apo atë lutje, atëre çka? Atëherë ti përshëndet me një përshëndetje lokale që përshëndesin banorët atij vendi, ato dhe nuk ka gjë të keq absolutisht. Me rëndësi, fola si fjalësh me të cilat i hap dyert e komunikimit, edhe ndërton urat, me fjalë që i mbyll dyert e komunikimit dhe i rrënon apo i shkatron urat. Dhe po don me pa çka po na thot për jetën familjare apo jetën bashkëshortore, atëherë qysh me veprua. Po te lexon atë një pjesë të Kuranit, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dhe me to, shëra gratë tuaja, sillën në mënyrën më të mirë. Bil ma'ruf do të thonë me usill në mënyrën më të mirë. Mirësi me pas në raport me to. S'ka nevojë me shku matutje, promovoje këta. Çka? Promovoje do të thonë mirësinë apo sjelljen e mirë me familjen tonë, në veçanti me bashkëshortën edhe me fëmijët, edhe me të tjerët. Ose në raport me prindrit. Qysh me usill, a qa me bo, a qa me thonë. Për lexon ajetin e Kuranit apo një pjesë të Kuranit ku Allahu Teala po thotë wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana. Adhuroni Allahun. Mos i bëni shok atij, mos i bëni ortak, mos i bëni rival. Edhe çka po thotë, më mas Allahu po thotë wa bil walidayni ihsana, dhe me prindrit tuaj sillni në mënyrën më të mirë të mundshme. Bëhet kjo pyetje shpesh, qysh mos sjell mirë, qysh kuptohet mirë. O gjithçka që është e mirë, edhe që i gëzon prindrit e tu, bëne. Nuk ka nevojë me ta përmendur në për shembull këto apo ato. Ti e din çka e gëzon prindin tënd. Nëse ti e gëzon me një puthje në ballë, po thja ballën, me një puthje në dorë, po thja dorën, me një puthje në faqe, po thja faqen. Me marr me çit me shëtit, me i dhon me pi në lëng, epja. Me ja lexu në pjesë nga Kurani dhe sura e gëzon, bëne. Ku e diun e çka e gëzon ato ti? Me çka do që e gëzon ti gëzoj ato? Sillu mënyrën më të mirë. Ai që dëshon, ai dëshon ti me të pa disponon, rri disponon. Dëshon me të pa boseshën, rri boseshën. Dëshon me të pa serioz, rri serioz. Dëshon me të pa
i heshtër mos me fol, mos fal hiç. Dëshiron me të pa duke fol, fal. Pra gjithçka çka i gëzon ata, çajo është me u sill mirë me prindërit. Ose për shembull kemi atje Allah thot wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa. Ndihmoni njëri tjetrin në bamirësi edhe në devotshmëri. Nuk ka nevojë me shku matutje. Fillo, ndihmoje njerëzve, ndihmoje të tjerë duke filluar për familjarë në çka? Në bamirësi. Çka do të thonë bamirësi? El birr është gjithçka që është e mirë, gjithçka që është e dobishme, gjithçka që është e nevojshme për kënd, për njerëzit, po ne, ato. Edhe takwa në devotshmëri. Ndihmoje të tjerët. Ndihmoje të tjerët edhe ata të ndihmojnë ty çka? Me u bo ma të devotshëm, me u bo ma të mirë, me u bo ma të dobishëm për njëri tjetër. Pastaj Allah po wala ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. E mos ndihmoni njëri tjetrit në gjënoh. S'ka nevojë tash ti me shku matutje. Unë deri djetë kom ndihmu ti një gjë të caktuar, mos ndihmoj, tash e zbatoj, e implementoj në jetën time, kanë fjalën e Allahut, mos ndihmoni njëri tjetrin çka në gjënoh, me bo gjënoh, s'ta ndihmoj hiç. Edhe çka wal udwan, e mos ndihmoni njëri tjetrin për me bë armiqësi apo për me kriju armiqësi. Pra, këto janë shqetësime që i zgjidh njëri dal nga dal gradualisht duke i qitë në praktik, duke i zhvendos prej librit të Allahut, prej Kur'anit, në jetën e përditshme gjatë ditës apo natës. Ose ka shqetësime njeriu, mundet me pas shqetësime të ndryshme, edhe tash po si normale me pyet, a kam sysh, a kam agji, a kam xhelozi, a jam i prekun apo i ngasum, apo a jam i gjendosur prej gjendeve kështu me radhë. Po Allahu te bareke ve taala çfarë po thot? Inna Allaha sayubtilu. Se Musa ka thonë, kale Musa, ma gjetun bihi sihr. Ka thonë Musa, ato që keni sjell jo, me ato që keni ardhur jo, ajo është sihr, magji. Amo çka? Inna Allaha sayubtilu. Allahu do ta shkatron magjin tuaj. S'ka tash ti këtu veç me lexull dhe me hec, ja nalo. Thuje, inna Allaha sayubtilu. Inna Allaha sayubtilu. Allahu do ta shkatron. Allahu do ta azhëson. Do të thonë paska rrugë dali, paska zgjidhje, paska ilaç. Ose edhe probleme tjera, se s'po du tash të krejt në detaje kështu, po çfarë do qofshin ato, çfarë do natyre që janë ato, ti çka i praktikon. Se na, unë thonë, te për mirë i kem punë me Zotin, sa pak e praktikojmë Kur'anin. Na kështu me gojën plot të themi që e duam Kur'anin, bile ka njerëz që e puthin Kur'anin, e marrin kështu, s'ka nevojë me marr ashtu me puthëç. Te praktik që të ajo është puthja e përqafimit në latimin e Kur'anit. Po puthja më e mirë është ajo. A mo e dikush e merr kështu, e puth kështu, a mo kur në praktik çet me Kur'anin. Apo a kjo dhe se lexon hiç. Se lexon kur hiç, edhe tani çka thot? Ja, thot. S'po shohaj. Jo, po Kur'ani thot, o kon tjetër kohë, ose Kur'ani është thirr me kuptu pse më, po na kemi domethënien ajeteve të Kur'anit e kemi në gjuhën shqipe. Përkthimi domethënie kuranore është 4 herë apo mbi 4 herë përkthime të në gjuhën shqipe, mbi 60 herë në gjuhën angleze, mbi 30 herë në gjuhën gjermane. Edhe në këtë gjuhë të botës është përkthimi domethënie kuranore. Andaj është shumë jo njerëzore, jo humane, me thonë që Kurani, filani ka lexu, ose filani ka lexu dhe çka. Jo, ti me lexu, po me kuptue, po jo me kuptue, po me qitë praktik. Krejtë, më thonë, defekti, problemi, tek ne, po flas për musliman përgjithësi, po këta që janë Kosovë, në Maqedonin, për musliman që janë këtu trevat Ballkanit, mendoj që defekti apo problemi kryesor është mos praktikimi, mos zbatimi në përditshmëri, në raport me njëri tjetrin. Përse këto krizat që janë për shembull ekonomike, disa vende apo disa shoqëri në botë apo disa shtete apo disa individ, nuk ka problem, edhe këto kanë zgjidhje. Pse? Allahu te bareke ve taala
ta ka lejue, edhe do të me provu me shit, edhe me ble, me bo shit deri. Edhe me u largu pej bankave, se këtjes po miron që çdo krizë, kem nevojë për shembull me ble banesën, do të me kamat, kem nevojë me ble kerrën me kamat, kem nevojë me bo mobilimin e banesës, me shkum pushime, me kamat. Se provon asnjëherë, nuk e provon asnjëherë me tregti, me tregtu, me shit me ble. Merë këtu, shita atje, merë atje, shita këtu, ku ta diune. Halal me lejohet. Po, për ata Allah thot, halla Allahu l-beja, wa harrama r-riba, Allah jo kanë leju shit blerën, jo kanë leju shitjen, me shit edhe me ble. Sot mund është i fita. Të përshan dhe ble një sen dhe tëra, po du me shit 50, shita në mëjsh, 100 shita. A mos mund është i me caktu shmimin, tregu e caktu në shmimin. Po e zomë që këtë telefoni jam, a më në të më shit kësh shemull 10.000 euro. Jo, po në po du me shit. O ti dënë, po kur njëtë s'ki me shit. Se çmimi është dikun tjetër, apo? Ose se e trahem, po du në me shit të 5.000 euro. Po s'më në shetas 5.000, as 1.000, as 500, se nuk e ka vlerën në treg. Se ta njerëz dhe morën e shohin, çka është kjo? Sillo me kushtet e kohës. Po, kryesore më rëndësi të është me bo shitje dhe blere, me qarkullua. Edhe, që shka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shitse dhe blerësi janë të lirë me përzedh. Janë të lidhë me përzedh, qka? Në ato që për shesin edhe në ato që për blejnë. Edhe nëse janë të sinqert, nëse janë të sinqert në shqit blerje, që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nëse ata ja kanë frikën Allahu te bareke ve teala, janë sinqert shqit blerjen e tyre, burike fi bejihima, ju jep Allahu bereqet në shqit blerjen e ty. Nëse ata dy janë sinqert, shitse dhe blerësi, Allahu ju jep bereqet e begaton, dhe me thonë shitjen edhe blerjen e tyre. Ose në raport me fëmijët apo trashëgimtarët tonë, qysh me veprue, qysh me alon trashëgimin. Shumë çështje e zgjidhur. Shumë çështje e lehtë. Allahu po të lidh dhakari mithlu hadhil unthayyin. Mashkullit apo djalit i takon pasuria e 2 vajzave. Po dikush që shpejt diskriminon e grape. Ose vajzat. Jo, ato e marrin një pjesë, një gjysmë të trashëgimisë e marrin tek baba, e me ta shkojnë tek burri, që të shqiptarët kjo s'ndodh hiç, edhe këtu kisha bo një ftesë publike të gjitha atyre burrave dhe grave që kanë vajza. Prej kur të bëhen ato me ditë, duhet me ja shpjegu se ato e kanë hisën tek baba që ja ka caktu Allah. Ase ka caktu baba, ase ka caktu nana. Ase ka caktu hoxha, po e ka caktu Allahu i gjithdijshëm. Edhe me ju tregu atyne që është normale, shumë normale, dhe do të patjetër me marrë hisën. Sikur që i themi atyne grave që janë të martuara, kur të ndahet edhe pasuria tek burri, ato kur e trashëgojnë burrin, e trashëgojnë një pjesë atje të pasunisë të burrit. Je me u privu sikur tek ne që ndodh. Vdes burri, krejt pasuninë e marrin djemt apo vajzat, edhe nana mbetet kurrë me duan xhepa. Runa zot, ose me çunë në shtëpi të pleqë. Pra, apo shef që edhe këtu definohen senet. Jo me bo padrejtësi, jo ja lash të voglit ma shumë, jo ja lash të madhët ma shumë, jo ja lash vajzës ma shumë, jo ja lash djalit ma pak. O vlla, ki Kur'anin qele, po ta cakton, kujt i takon gjysma, kujt i takon 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, se cila kategori e gjenë vetën aty në në trashëgimi. Edhe çka nuk e privojmë, apo nuk e ndalojmë asnjënin prej asaj që ja ka caktuar Allahu te bareke ve taala. Apo Kur'anin me jetësu edhe në raport me jo besimtarët. Qysh? Po duke u sill mirë me ta, duke ndihmu kur kanë nevojë për ata, edhe Kur'ani e ka përmend qartë se kujt takon zakati, dhe një kategori për aty në 8 kategorive është edhe kategori që kanë zemrat e lohatshme, nuk janë bash të kthym që duhet në rrugën e Zotit, nuk janë bash praktikues të mirë të fesë, apo ne praktikojnë fen. Atëherë çka lejohet prej zakatit me ju dhon 1% për
me i bind ata që na jemi, ata që i ndihmojmë të tjerë qofshin musliman apo jo musliman. Edhe çka prej atij veprimi përfitohet kush? Zemra e tij, apo zemrat e tyre përfitohen. A lejohet me dhënë pjesë zakatit? Po lejohet. Edhe jo muslimanëve. Po edhe muslimanëve. Për me përfitu zemrat e tyre. Se ata veç e kanë bindjen ndoshta të mirë, po jo bash qysh duhet me pas bindjen. Edhe pastaj me i trajtue në mënyrën më të mirë. Me i trajtue edhe jo vetëm gjatë paqes, por una zotë edhe në kriza, edhe gjatë luftës, qysh na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Mos me djeg, do me thonë ato shtëpit si qenë kishët apo sinagogat, mos me myt ata priftrinjt apo rabint, apo gratë, apo fëmijët, apo plesht, apo plakat, po derisa dhe pemt, ka thonë mos me i dëmtue, po mos me i prej, edhe me i lanë shkret. Të regula, i ka vendosur mënyrë të detajizuar Kurani, i ka sqaruar mënyrë të detajizuar. Kështu që secili është i detyruar apo është i obliguar të paktën një periudhë caktuar kohore me jetu me Kur'an, me provuar. Sepse është interesant. Shpesh shtrohet pyetja, po pse muslimanët e kanë besimin në Zotin, e kanë Kur'anin, e kanë pejgamberin, po kanë me të kënë gjendje në të cilën janë. Jo këtë muslimanët kanë me të mbrapa. Ata muslimanë që kanë me të mbrapa, edhe janë larg zhvillimit, qoftaj ekonomik, apo qoftaj zhvillim shoqëror, apo zhvillim intelektual, kanë mbet mbrapa në këto drejtime dhe të ngjashme për shkak se Kur'ani nuk është opcion i zgjidhjes problemeve në jetën e tyre. E kanë hiqur Kur'anin prej tavolinës. Edhe tash e kanë gjendjen ashtu. Se s'ndodh njeri me pas jetën me Kur'an, me kalu jetën me Kur'an, edhe me ardhë gjendja që shpy vend i save. Jo njerëz e individë shoqëri, për ndoshta shtete po falimentojnë tërësisht. Jo për shkak që janë duke praktiku Islamin, jo për shkak që janë duke e praktiku Kur'anin, por për shkak që ja kanë kthye kujt Kur'anit shpinën, e kanë braktis Kur'anin. Andaj, çfarë do që të na ndodh, do të me ditë se këto sprovat apo fatkeqësit janë prej punëve të njerëzve. Na runa Zot, nëse përmavojmë me përhapim një të keqe, atëherë Allahu doran, se Allah nuk hak mirët, as nuk dënon, atëherë diku çka i ndal ato begatit, i ndal mirësitë Allahu te bareke ve taala. Po të mbonet me ardhë edhe dënimi i Zotit, ku njerëzit të teprojnë. Për ata, bashkëshortja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam tregon atë hadithin e njohur kur pejgamberi alayhi salatu wasalam tregon që është afru kiameti, se në kohën e tij është hap ajo penda ku janë të izoluar apo ku janë të burgosur populli Ya'juj edhe Ma'juj. Dhe si shej kiameti ata janë të rrethuar me një pend. Edhe si shej kiameti ata do dalin edhe do të bëjnë, domethënë, shkatrimin, çrregullimin e tokës. Edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e kishin hap atë pendën në vrim kaq. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hyri te bashkëshortja e tij, Zainabja, dhe tha: "Wailun lil Arab min sharri qad iktarab." Kuku apo të mirët për arabët nga keqja që po ju afrohet. Është fjala për këtë njerëzimin. Edhe bashkëshortja e tij i tha: "Nuhliku wa fina salihun." A do të shkatërrohemi? A ka mundësia, ka gjosa që ne shkatërrohemi, kur mesin ton ka të mirë. Mesin ton ka njerëz të devotshëm, mesin ton ka njerëz sinqert. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha shkurt edhe qartë: "Naam, idha kathura al-khabath." Po tha, do të shkatërrohemi nëse e keqja çka përhapet, nëse e keqja çka shtohet, edhe e keqja e te kalon të mirën, atëherë ka mundësi që të shkatërrohen të gjithë, po pastaj ka thonë të mirët ringjallën tek Zoti me niyetin e tyre, me qëllimin e tyre të mirë, do si njerëz të mirë,
Nëse të këqinit të rinjallën me ato vepra të këqija të cilat i kanë bo, apo i kanë promovuar. Kështu që është këshilla imja për çdo njërin prej atyre besimtarëve musliman që po na ndjekin, po na dëgjojnë, që të kthehen Kur'anit, të paktën një vjet, 2-3, ta testojnë veten me Kur'anin që kanë raportet. Sepse çdo herë kur njeriu ka kriza, zgjidhja më e mirë është çka me ullë me lexu Kur'anin. Me meditu Kur'anin, me mendu me mendime të thella, edhe çka me zbatu ato që thot Kur'ani. Dhe kushdo me pa gjendjen e tij, ka të mira po të keqe, le ta shoh gjendjen e tij që ka me Kur'anin. Ja ke kthy shpinën e Kur'anit. Ka më të kthy shpina për këtë dynjas, për këtë botës. Po çka merresh me Kur'anin, ka me të hap Allahu rrugët e dynjas edhe të ahiretit. Sepse ky Kur'an, qoftë edhe 1 minutë nëse lexon ditët, ose 10 minuta, ky Kur'an do të jetë dëshmitar për ty, ose ruan Zot dëshmitar kundër teje në ditën kur do të dalim para Allahut te bareke ve taala. Allahun e falenderojmë dhe kërkojmë prej tij që të na mundson pjesën e mbetur të jetës sonë, që po kalon shumë shpejt, që po ik shumë shpejt, ta kalojmë me Kur'anin famlar, me Kur'anin madhështor, sepse Kur'ani është si libri që nëse lidh zemrën me to, ta robron zemrën. Amo robrimi i zemrës nuk është robrim me pranga, po me dashni, me begati, me qetësi, me të mira, me bereqet. Atë zemër që prangos apo që e robron Kur'ani, atë zemër e çliron Kur'ani. Atë zemër e begaton Kur'ani. Andaj lutem Allahun Teala që të bën Kur'anin udhëzues dhe ndriçues të zemrave tona, ta bën pranverë, do të thonë gjelbrim, freskim për zemrat e tona, e jo runa Zot dënim apo ndëshkim për neve apo për familjet tona. Amen. Amin, Allah shpëlbej. Inshallah bëhet vërtet një çlirim ashtu siç është, por ne ta marrim se të tillë. Këtu po ndodhemi për pak pushim me pjesën e parë, po të rikthyem me pjesën e dytë të dashur, të nderuar gjithmonë shikues dhe dëgjues, atë pjesën kontaktuese ku ju bëni pyetjet tuaja përmes telefonit ose përmes rubrikës dërko mesazh për temën ose rreth temës ose edhe rreth gjithçka që intereson për dhe rreth islamit. Ne shkutemi për pak pauzë, ju qëndrojmë ne deri për deri kthehemi vetëm pas pak.